moment që gjendet Shqipëria nuk besoj se zgjidhja është e dhuna. Unë gjykoj që opozita ka nevojë jashtëzakonisht të madhe ta kalojë këtë fazë tranzicionit, shkëputet nga e shkuara e saj. Pra është një pikë ku duhet të krijojë një alternativë të vërtet të besueshme për shqiptarët. Nuk është çështja vetëm të kritikojmë. Është besoj pjesë puna më e lehtë kjo që ka opozita, apo që kemi dhe të gjithë ne në shoqëri. Pra puna e kritikës ndoshta është ajo pjesa më e lehtë. Puna më e vështirë e një opozite dhe misioni i një opozite është të krijojë një alternativë të besueshme për qytetarët e Shqipërisë. Dhe duke ngelur gjithmonë tek e shkuara, të kapur pas shkuarës, këta rrezikojnë të humbin lidhjen me të ardhmen, me brezin e ri, me qytetarët e këtij vendi, me shqiptarët në tërësi, pra që u mbasin shpresën, jo vetëm nga problemet që ka qeverisja, por patjetër edhe te mungesa e shpresës tek një alternativë e besueshme, e vërtet, jo hipokrite që do kemi një Shqipëri nesër më të mirë. Pra gjithë çështja është sa është në gjendje opozita të bind sot ne si shqiptar që po, nëse vjen në pushtet, do jetë një alternativë që vërtet do ndryshojë gjërat. Pra, kjo është pikpyetja e madhe.